Kemi kaluar në rubrikën intervista e ditës, jam në studio me zotin Armando Vrushi, ai është programues dhe do flasim pikërisht për mjetet e identifikimit biometrik. Unë të falenderoj që e pranuat ftesën. Faleminderit juve për mundësinë që na jepni për të treguar ato probleme që ne kemi konstatuar, kryesisht në procesin e implementimit të teknologjisë në votimet, në zgjedhjet që bëhen në Shqipëri. Po. Në fakt, ditën e hënë ka qarkulluar një video në rrjetet sociale, e cila tregonte se ju ishit në një nga zyrat në Vorë, në nga zyrat e KQZ-s në Vorë. Dhe në fakt nuk kishte zë mjaftueshëm për ta dëgjuar se çfarë po ndodhte aty. Së pari na shpjegoj se çfarë donit ju aty ju dhe zoti Goxhaj. Ajo ishte një ngjarje që fillesat i ka goxha të hershme. Që kur filloi ju më prezantuat si programist, jam i apasionuar mbas teknologjisë informacionit. Dhe në momentin që forcat politike shqiptare filluan të kërkonin implementimin e teknologjisë në zgjedhje, pra po flasim që në vitin 2020 në Komisionin e Reformës Zgjedhore, unë kam patur interes për çështjen profesionale. Më interesonte, doja të merrja informacion. Dhe duke u interesuar, fillova të shifja çfarë po bënte KQZ-ja, si po... Madje kam organizuar me njohjet e mia personale dhe një takim me zotin Celibashi, ku unë dhe miku im që i përbashkët dhe ai në fushën e teknologjisë, i kemi parashtruar ato që ne dinim në lidhje me implementimin e teknologjisë për identifikimin, sepse në atë kohë kërkesa e forcave politike u fokusua tek identifikimi biometrik elektronik, pra duke përdorur mjetet e teknologjisë informacionit të zgjedhësve. Më vonë, kur u bë implementimi dhe kur unë pata rastin të votoja, pra në vitin 2021, pra që kontakt sa pata me pajisjen, filluan të më lindin dyshime, të cilat në një farë mënyrë më duhet i vërtetoja. Ishin dyshime duke parë se si përdori pajisja, çfarë përdori, por nuk kisha kontaktin fizik dhe nuk kisha informacionin se çfarë bënte në të vërtetë ajo pajisje. Dhe që atëherë, dhe në vazhdim, kjo ka qenë dhe një nga arsyet pse unë u bashkova pastaj me lëvizjen me partinë Aleanca Konservatore për Shqipërinë, me lëvizjen Shpreson në atë kohë dhe pastaj me partinë, për t'i dhënë vetes sepse duke u përpjekur, duke kërkuar informacione, duke përpjekur që të vërtetonim apo të hedhnim poshtë dyshimet që i kishim, e pam veten të pafuqishëm si individ. Dhe arritëm deri në konkluzion, një nga gjërat që arritëm në konkluzionin, po krijojmë dhe një forcë politike që të paktën të kemi dhe një status juridik në mënyrë që të jenë të detyruar të na përgjigjen. Konkretisht, në fakt, Partia Aleanca Konservatore, e kemi thënë shpesh herë, është ndërtuar nga kauzat e shumta që ka drejtuar. Kryetari ynë ka bërë një prezantim shumë të bukur të partisë, sa është një parti e themeluar nga njerëz antiparti. Njerëz që nuk e duan jetën partijake, por që të detyruar për të pas një firmë dhe i vull, sepse ndryshe nuk të përgjigjen. Nuk të kthejmë përgjigjen. Gjithsesi, në këtë përpjekje, në vazhdim... Dhe me thënë, juve keni shumë kohë që merreni me këto dyshimet, dyshimit vën lëvizje, thuhet, dhe juve keni vijuar dhe keni vërtetuar në fakt që këto problematika janë në këto makina. Kohë pas kohe, duke pasur, sepse unë dyshimin e krijova në 21-shin, po pata prap kontakt në 2023-shin, ku i kërkova komisionit tim të votimit, a mund të përdorni këtë copën e kartonit në vend të kartës identitetit? Po ma refuzuan, nuk më lanë. Po pse nuk të lanë? Po na prishet makina. Edhe kush e mban përgjegjësinë pastaj po u prish. Po që se ky kartoni jot të prish makinën tonë, kush do mbaj përgjegjësinë? Nuk është se e prisja që ta pranoni, po gjithsesi e provova herë. E provova. E testova. Ndërkohë, kemi shkuar në tani si parti politike. Po. Në para 2 muajsh ndoshta. Që kjo makinë të ketë mundësinë që të më vërtetoj nëse unë jam mbajtësi legjitim i kartës, atëherë duhet të lexoj fotografinë nga karta, të marrë dhe pamjen time, dhe t'i krahasoj këto dyja. Po kjo makina që minimalisht që të marrë pamjen time, duhet ketë një kamera. Kanë kamera këto makina? Jo. Po gishtat? Kanë një lexues gishti, të cilin sipas deklarimeve të KQZ-s e përdorin në formën e një, ata e quajnë firmë elektronike, të faktit që ti ke votuar. Pra ti mbasi mbaron procesin, lë shenjën e gishtit. Dhe ka një proces kryqëzimi të gjithë shenjave të gishtave të mbledhura në gjithë Shqipërinë, nëse ndonjëra nga ato shfaqet 2 herë. Çka do të thotë që i njëjti person ka qenë 2 herë për të votuar. Po nëse problem një gisht tjetër për shembull? Ky është problemi. Procedura të lejon, pra po e lëm edhe atë pretendimin tonë që çfarë ndodh po që komisioneri i korruptuar.
apo operatori i makinës. Jemi vetëm ne dhe makina, i heqim këto të tjerët. Do me thënë, neve në raport me makina. Okej, po ka dy, se me që më pyete çfarë ndodh nëse. Pra, sipas rregullores së KQZ-s, operatori mund të autorizojë deri në 4 herë që ti të përdorësh 4 gishta të ndryshme. Pra për një arsye çfarëdo, nuk lexohet gishti i madh, kalon te treguesit e tjetri, pra është operatori me rregulloren e KQZ-s mund të të lejojë 4 herë. Ky është operatori pa korruptuar, që e kanë rregullore. Operatori korruptuar të lejon sa herë duash. Edhe gishtat e këmbës. Ndoshta. Po të paktën 10 herë mund ta bësh. E qartë. Në këtë të 30 korikut, ata bën demonstrimin dhe e nxorën live. Dhe çfarë treguan në demonstrim? Ishte makina e identifikimit elektronike e identifikimit, ishte operatori KQZ-s dhe bën 3 procedura. E para ishte identifikimi i një votuesi. Dhe unë shoh aty operatorin që shkruan diçka në ekranin e makinës. Nuk shoh as votuesin që do identifikoj, as dokumentin e votuesit. E dyta ishte identifikimi një votuesi tjetër, që bëri po të njëjtën gjë. Dhe e treta ishte përsëritja për atë të parit, në të cilin makina dha alarm, tha ti ke votuar një herë dhe nuk mund të votosh për herë të dytë. Po ndërkohë, ne patëm 3 procese identifikimi, pa patur votues, pa patur kë do identifikojmë, dhe pa patur dokument. Dhe kjo u bë në 30 korik, përpara zgjedhjeve në himar të 4 gushtit. Ndërkohë, në himar në 4 gusht, 25% e votuesve u përjashtuan për shkak të skadencës, për shkak të faktit që dokumentat e tyre kishin skaduar. Pra, në 30 korik, KQZ-ja tregon, të tregoj vetë, një procedurë ku për identifikim nuk ka nevojë të kesh dokument biometrik, dhe në 4 gusht, 4 ditë më mbrapa, thot 25% e votuesve nuk do votojnë, sepse dokumentin e kanë të skaduar. 4 ditë përpara tregove që dokumenti s'duhet fare. Shlidhje ka skadenca më tej. Kur ti para 4 ditësh, tregove që nuk duhet në proces. Pra mund ta bësh edhe pa dokument. Duke shtuar këto të dhëna, ne vazhduam të shtonim këmbguljen tonë. Derisa arritëm në ngjarjen e datës së hënë, ku KQZ-ja na njoftoi që do bëj testimi i këtyre pajisjeve. Do bëhet më në fund. Na njoftoi që do bëj të hënën. Dhe ne shkuam për të parë, për të kontrolluar nëse dyshimet tona ishin vërteta apo jo. Ky ishte qëllimi. Aty pam një ambient jo shumë dashamirës. Tash unë po them me 2 fjalë, po tregoj se çfarë ndodhi aty realisht. Në lidhje me makinat, pavarësisht diskutimeve me njerëzit, po përfundimisht dhe me ndërhyrjen e zonjës Pelinku, na lejuan që pranuan që të bënin ato teste që ne donin. Dhe në testin e parë, zoti Goxhaj merr kartën time të identitetit dhe paraqitet përpara operatorit me kartën time. Operatori, duke i thënë që ti je i korruptuar, do bësh ç'të themi ne. Pra ti nuk kundërshton gjë. Operatori kalon kartën time në makinë, përpara kishte votuesin Altin Goxhaj. Kalon kartën time, në ekranin e makinës shfaqet fotografia ime. Por ky operatori korruptuar thotë mund të vazhdojmë. Dhe zoti Goxhaj vendos në makinë njërin nga gishtat e vet. Procesi kompletohet me sukses, del shenja jeshile në ekran dhe printohet skontrinoja që normalisht printohet për çdo votim ose për çdo procedurë suksesshme identifikimi. Pra, këtë e ka bërë të ta zënë numrin e kartës. Këtë e ka bërë zoti Goxhaj. Kjo është prodhuar si rezultati i një identifikimi ku kishim një makinë dhe një operator të korruptuar dhe përpara makinës ishte zoti Goxhaj, jo unë. Makina zero funksion. Makina tha janë rregull ti je. Mori të dhënat e tua. I nxori shfaqjen e ekran. I gjeneroi çfarë kishte brenda, i shfaqjen e ekran, ruajti dhe shenjën e gishtit të avokatit. Vazhduam hapi 2. I mora kartën e thash mund të vazhdosh avokat të votosh po ti, po tashmë me kartën tënde? Dhe u përsërit, po e njëjta procedurë me një ndryshim të vetëm. Avokati këtë radhë vuri një gisht tjetër tek makina. Njërin nga gishtat e vet. Jo atë që kishte përdorur në rastin tim. Dhe u prodhua ky dokumenti tjetër, që është si natyrë dokumenti, po i njëjti, por në këtë rast është për avokatin. Mjafton të kesh 2 gishta, se makina është në rregull. Çka do thotë që bëm edhe një gjë tjetër që sa mirë që ju kanë lejuar ta bëni u bindën pastaj që makinat nuk funksionojnë? Nuk e di se çfarë bindje kanë krijuar.
sinqerisht nuk e di. Ishin aty dëshmitarë, ishin dëshmitar. Me sa duket, për hatër të çoroditjes që krijoi kjo, pranuan që ne të bënim dhe një test të tretë. Kaluam në makinë këtë copën e kartonit, kjo është letër, mund ta shifni. Nuk ka asnjë lidhje me dokumentin e identitetit, përveç faktit që në atë copë kartoni është printuar eksaktësisht këto 3 rreshtat që ka çdo kartë identiteti, këto janë të kartës time. Armando, mos më thua që mund votojmë edhe me këtë copën e kartonit. Më thënë të makina, e kanë fletën të makina e pranon. Makina, sikur kaluam këtë dokumentin e identitetit, sikur kaluam copën e kartonit, makina në të dyra rastet nxori fytyrën time dhe dhënat e mia. Edhe me këtë? Po, me këtë. Me thënë... Eksaktësisht me këtë. Dhe unë kisha një dilemë se këtë e kam printuar që kur kam dash të bëj testet e para, mund të ketë edhe 4 vjet, ndoshta 3 vjet, që mbaj me veten kulet. Nëse unë për shembull mund të kem një kartë të humbur të dikujt. Po. Ose jo vetëm kartën e humbur, mjafton këtë kodin që është humbur pa kartës. Mund të shkoj votoj me emër të këtij personi? Po. Po që për makinën nuk të ndalon fare. Jo vetëm të atij. Por ti mund të shkosh të votosh për 10 persona, të paktën, po e lëm që të përdorësh gishtat e këmbëve, po vetëm e gishtat e duarve. Për 10 persona të ndryshëm, duke lënë për çdo radhë shenjën e një gishti të ndryshëm. Këto makinat ku janë të përhapura? Më vetëm në Vor janë apo? Jo, këto janë në gjithë Shqipërinë. Dhe kanë qenë në 2021 që përdoren. Është era e tretë që përdoren në zgjedhje. Po flasim për të mëdhajat përveç përsëritjeve. Po. Pas gjithë këtij eksperimenti, testimeve që u bët atyre makinave, sa zgjidhje sugjerohet, sepse jemi shumë pak. Në momentin që jemi, zgjidhja që duhet dhe ne do t'i drejtojmë zyrtarisht për këtë KQZ-s, është që të modifikoj, të përmirësoj, të bëj një vendim të veti në lidhje me rregulloren e identifikimit, ku detyrimisht konfirmimin për identitetin e votuesit nuk duhet t'ja lënë më përgjegjësi dhe detyrë makinës, por duhet ta shpërndajnë në anëtarët e komisionit dhe të jetë një identifikim i kryer një herësh apo i pranuar një herësh nga të paktën 2 anëtarë që jenë të krave të ndryshëm politik. Tani me që në fillim bisedën e kishim të tenderi, përgjigja që ju kishte dhënë KQZ-ja. Makinat janë marrë me tender, ata që i kanë ofruar këto makina, nuk e dinin se çfarë makina është nasolla? Ata që kanë ofruar këto makina janë kompania Smartmatic. Ajo e Sorosit. Është kompania diskutuar këtë. E cila është akuzuar në Amerikë bashkë me një kompani tjetër, si të kompani që kanë manipuluar zgjedhjet për në 2020 në dëm të presidentit aktual. Janë akuzuar nga presidenti Donald Trump. Duke besuar në atë që quhet shfaqje publike, besoja tek media, besoja tek personat publik. Dhe janë drejtuar në atë kohë për shkak të njohjes personale, jo zyrtarisht, një media që ka goxha emër të madh, status e reputacion si investigues të famshëm, kështu përgjigjja ishte absurde. Një media investigative të thot, a ke fakte? Jo, i thash, unë nuk kam fakte. Po hajde të investigojmë. Investigatori je ti. Unë të orientoj se çfarë duhet të investigojmë. U la kjo. Janë drejtuar eksponentëve politik. Dhe janë drejtuar me bindjen që duke qenë se është një kauzë politike, kushdo që lufton dhe fiton, mund të ketë ta marrë si kredit politik. Nuk kam patur absolutisht nga asnjëri mbështetje. Deri në momentin që takohemi me Altinin, e shprehim të dy secili për historinë e vet. Deri në këtë moment ju keni luftuar secili në krahet e veta. Po zoti Goxha e kishte bërë pjesën e vet shumë më tepër publike. Ndërkohë që unë isha duke u përpjekur që ta bëja publike. Dhe këtu u puqëm dhe vendosëm që ta bënim së bashku. Sot është hequr. Sa vite mbas? Të paktën po ta marrim si kërkesë publike të avokatit në 2021-shin, i bie që është hequr më shumë se 4 vite më mbas. Pra, numrin serial nga fleta e votimit, luftën për ta hequr këtë numër serial e ka hequr avokati Altin Goxha, i cili është përfaqësues bashkë me Armando Vrushin, që janë përfaqësues të Partisë Aleanca Konservatore. Që sqarohemi se mund të ketë aludime, jo e hoqja unë se kur bëhet një punë e mirë, duan të gjithë pastaj pjesë nga ajo e mira. Aludime ka dhe nëse më lejon do ta them në emision.
Okay. Aludime ka. Problemi nuk është aty. Ajo që ne na intereson, të paktën ne si nismëtar të gjës, po flas edhe vetë individualisht dhe për avokatin, sepse kemi filluar pa patur objektiva politik. Po. Por edhe ne si një forcë politike që merr pjesë në zgjedhje. Ajo që ne duam është që të merret vesh nga njerëzit. Njerëzit ta mësojnë që ky numër nuk ekziston më dhe që mënyra që kishin patronazhistët për ta lexuar votën nuk ekziston më. Pra, vota, të paktën në këtë aspekt, është e fshehtë. Kështu që njerëzit mund të votojnë pa frikë, sepse ajo që kemi kuptuar ishte që njerëzit ishin të intimiduar dhe kur i jepnin fjalën dikujt, ishin të detyruar ta mbanin, sepse dinin që do u lexojë vota më mbrapa dhe do shtrëngoheshin përballë faktit më premtove, nuk ma dhe. Dhe pastaj si pasojë e pyetjes së një nga antarët e Komisionit Rregullator, administrata e KQZ-s u detyrua të pranonte që ne e kemi hequr numrin serial. Kjo është në materialet që ka publikuar vetë KQZ-ja online. Po. Në sfond, dukemi unë dhe avokati, pa kokë, se aq na kapte kamera, por kapelja historike e avokatit dallohet që kjo është e rëndësishme, okay. Kisha vetëm një gjë se e nisëm me marrjen e meritës. Nuk na intereson merita. Nuk e duam që të jetë kredit që e bëri Manti apo e bëri avokati. Rëndësi ka që njerëzit ta marrin vesh. Ama, kur del Adriatik Lapaj në miting, dhe thot, dhe unë po e përmbledh në 3 fjali. Fjalia e parë që thot është, iku numri, u hoq numri, nuk është më numri, pra ajo që po themi dhe ne. Dhe deri këtu unë i them bravo të qoftë Adriatik, sepse njerëzit duhet ta marrin vesh, tuaj sa më shumë njerëz. Fjalia e dytë ishte, nuk desha ta thoja, po e them se kjo na ka lodhur shumë. Okej. Unë të kam ardhur personalisht Adriatik. Që në 2021 kemi komunikuar me emaile, në Facebook, në Messenger, i ka mesazhet të gjitha dhe nuk ta ka ndjer fare për këtë temë. Do të thënë juve gjatë kohës që mundoheshit ta bënit mediatike dhe të lidheshit me personat e dur, keni kontaktuar edhe zotin Lapaj, e qartë. Por edhe këtë të dytën, po ta fal për hatër të të mirës madhe, që ti ta propagandosh, ta thuash që ta marrin vesh njerëzit. Sepse ne e bëm, meritat, nuk ka problem, thue. Po kur më thua fjalinë e tretë, që e bëm në bashkëpunim me KQZ-n dhe falenderoj zotin Elirian Celibashi, ky është kulmi, sepse në 4 vjet kemi luftuar pikërisht kundër KQZ-s dhe Celibashit, se nuk e pengonte Rama numrin serial, nuk e mbante Rama. Këta e mbanin dhe këta mund ta hiqnin, se këta nuk kanë dhënë ndonjëherë ndonjë argument se për çfarë duhet numri serial. Tani, ne kemi bërë 4 vjet luftë kundër një institucioni. Dhe ti nishin me meritën tonë, po Delia i jep këtë merit ja ndan dhe atij institucioni që ne e kishim në thonjza armik në këtë temë, kjo nuk shkon. Mirë, shumë mirë që u sqarua, në fakt... Kjo nuk shkon. Në fakt, unë kisha më shumë të merita, që zakonisht kur do diçka e mirë, se cili do të marrë ato meritat e veta, dhe rastësisht... Sinqerisht, le ta marri, mua më intereson që njerëzit të jenë të qetë, që nuk do u lexohet vota. Dhe deri tek pjesa që le ta marri kush do meritën, po ta shpërndaj si mesazh që vota nuk lexohet, kjo është arritje. E po, pastaj ajo pjesa tjetër që të falenderosh KQZ-n nuk durohet. Mirë, unë të falenderoj shumë, zoti Armando Brushi, që ishte dhe sqaruat nevoja që ne kemi për audiencë, pikërisht për këto gjëra, dhe kjo që juve bët është vlerësuar audiencën që ju keni, është një ndihmë shumë e madhe për shqiptarët. Faleminderit juve që jeni gjithmonë të gatshëm të na informoni. Ju falenderoj.